Mulliri me ujë i Allamanit në fshatin Skënderaj të njësisë administrative Suç në bashkinë e Klosit është ndër të paktët në llojin e tij që është ende në gjendje funksionale. Që prej vitit 90 në këtë mulli, thot Hashimi, ka mbluar drithra banorët e matit nga Derjani e deri në Gur të Bardh, por prej të paktën 6 muajsh është pa punë, duke e kthyer në relike. Unë po fol për 90-ën e këne. Jam të thonë që këtu s'ka pas mulli me ujë, ka qenë një dy ngjalish, në ato prishën mi fjalë para këtine tonëve. Unë e kom majtë mi fjalë e kom vunë punë për vete, kanë pasar nga Guri Bardh, qëtu, pri Gjurre, Patin, Cëruj, Vinjall, Lis, në nga Dërjoni vishin tek tuk, në nga Dërjoni. Vishin të blu misër këtu. Që u prishën tjerit, veç ki ka ngel me ujë. Unë e maj si muzeum, sët për sët. Por për pronarin e këtij mulliri, Hashim Allamani, problem mbetet furnizimi me ujë i tij, për shkak se kanali i cili shërben edhe për vaditje nuk sjell sasinë e mjaftueshme qaji të punojë. Para 10 vjetësh, unë nuk blasa në Ilir Qelikut. Ilir Qeliku e mersha sët në telefon, nese të mbite punëtorët me pastru vinë. Që në tetor, në ndorë, nuk e di harrej, kom njoftu bashkia vesh vjej bë një pastrim sa me mush rezervarin. Uj me dash me blu, mi administru liqet tamon, blu dhe gjithë verës ki, ka uj. Në tetor si të fillin shinat, dërin maj, po, se maj shkret bora maj, mu është lusa hala plot, dërin maj. Atëra fillo, as një punë, s'kemi bon, i kum njoftu me qitu i nuk blu. Vet Hashimi kërkon mbështetjen e pushtetit vendor në mënyrë që ta vendos mullirin në punë që përkthehet edhe në të ardhura ekonomike për familjen e tij. Kom pas në telefon kërkesat, ahin kërkesat fillen njën ditë për shembull, që të fillen njën ditë, njoftoj njëri tjetrin ato, nuk blu, e ka ngel. Ka ngel mas dore. Po është, mos rreth piko, lafi vjetër. është, po taj, si mos kem pak njëm, se unë jam 60 vjeç, 65 vjeç mu shtaj, unë së shkej me një muj ke vinja, me pastru vinë. E ka morë bashkia ka 2 vjetë, këtë të përsi për qitë punë e vinjës, nuk ka të qako fare. Qish gjyshi mi fjalë, jati i gjyshi, s'ka tër gjyshi. Ka qënë punë së mli. E ka shpik ma të kohë, qishtu me jetë uole.